Njëra prej transmetimeve të bukura të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu është që ka thënë, ai cili prej jush ka mundësi që ta lënë thesarin e tij në qiell, aty ku nuk e kapin krimbat, as nuk rrezikon nga vjedhja, le të veproj ashtu. Subhanallah, kjo fjalë është me vërtet shumë e thellë. Në fund thot, sepse zemra e njeriu është aty ku është thesari i tij. Sa e thellë është kjo fjalë. Ne e shohim që njerëzit i fusin thesaret e tyre me ndonjë vend dhe zemra e tyre gjithmonë është tek thesari, sa apo ja vjen dikush, apo prishet nga myku e nga krimbat e kuedjune. Është thesar nuk domethon patjetër vetëm ari, të jemi të qartë, edhe monedhat bashkëkohore, edhe ato janë lloj thesari, janë pasurinë që mshefet. Dhe këtu po thot Abdullah ibn Mesudi, ta lëni thesarin tuaj në qiell. Shikoni, janë dy lloj pasuri. Pasuria materiale, cila është gjithë e njohëm, është prej arit, argjentit dhe valutave, kështu me radhë. Po pasuria tjetër që është shumë e rëndësishme janë sevapet. Sevapet janë pasuri shumë e rëndësishme madje. Ato të nevojitin këtë botë e tjetër. E ky thesar, e që është sevapet, po thot ruani në qiell. Do të bëni vepra të mira të shumta, investoni në vepra të hajrit. Se nëse veprani kështu, atëherë do ta formoni një thesar në qiell. E ky thesar nuk është sikur thesart tjerë të kësaj bote, të cilët rrezikojnë nga vjedhja dhe nga mykja. Këtë investim që e bën kur shkon shpirti jot në qiell, do ta shijsh këtë thesar. Dhe në formë të mshushme madje. Jo sikur pasuria në këtë botë që është e përkashme dhe harxhohet dhe madje edhe kënaqësia me të harxhohet. Sepse ato hormonet e kënaqësisë në tru po harxheshin. Andaj kjo botë me vërtet nuk ka vlerë. Është për jetim mashtrues. Andaj investoni në thesarin qiellor, o ju njerëz. Keni me lanë këtë botë, o vallai keni me lanë, mos ju mashtroj kjo botë, mos ju mashtroj shejtani. Keni me lanë, s'keni me marr asgjë me vete. Madje as qefinë, disa thujnë qefinë. As qefinë s'keni me marr me vete. Vetëm veprat tuaja keni me marr. Prandaj vetëdisonu, lënë thesarin tuaj në qiell, që të jetë në investim me vërtet i sigurt.